la playa está de baile. Otra que no pare. Dale duro hasta que salga al aire. Oye, oye. Oye, Fuck! O, sa më pëlqen kjo për kokë ti me qani. O, sa më pëlqen. Si u ka mirë. Mirë se erdhët në puntatën tjetër të radhës. Këtu ke doni që ta bëjmë si ta doni. Besoj dhe shpresoj që puntatat janë të bukura, jeni knaq, po të bëjmë dhe ma të bukura dhe do knaqeni dhe ma tepër. Kini parasysh që keni gjitha në YouTube ke kanalim Donenio. Bëni subscribe, bëni follower sa keni plot faqet tonët. Ta që ti realisht me emra unë nuk i maj men, kështu që ju i gjeni vetë kollaj. Gja jeni fut në pra të faqe. Si fillim, një kështu përshëndet veçantë për miq tanë, Belva Motors, makina me qera, shërbim karo atreci, dhe qatë ju dojtë qeve juve për pjaqere, i keni atje të gjitha. Pastaj, Cavaliero, to kostumet e bukura, bëni qik quna seksi, eri salon, qik mjekër, qik tatuazh, flok, gjona tila dhe chill për dalë gjiro për gjujt. Tashi, pa ko, i ftuari që kam, është interesant, është miku im, ju e ndishni në rrjetet sociale, a i quhet Andi Labuti. Muzika! que la playa está de baile. Otra que no pare. Dale duro hasta que salga al aire. Oye, suena, se me pega. O, sa qeve ka buja për gjikos, këshu për kokë time. Oj ma, po ku je? Ja, erdhëm sot në emisionin tënd, edhe në qytetin tënd, po kishe trafik më. Po të shi funjava në Durrës është tërmet. Po. Gjithë janë këtu zbarkon. Po Tamam. majti koha shqyr zotit se u bë këto ditë kohë keqe, edhe japën syt njerëzve vini qik për tet, për një kafe të mirë. Ka njerëz që lanë apo? Po me gjithë turista. Turista. Po si me kohë të mirë, si me kohë të keqe ata i kanë det, vlla, unë abitën. Domethënë ne dursakët abitemi kur i shohim ata në det. Domethënë me kohë të keqe, jo se ne herë kohë s'kemi, domethënë nuk është se si jemi fund herë qym prill në det. Po ikoja kohë kemi harruar, kuptoj shohim ta si lugato, çdo ky në det. Shiu ai në det për çep. Ne mërthy kështu me xhupa. Po deri në fyt. Si ki qenë? Mirë. Me shnedin? Po jam, mirë, jo keq. Punët, gjonët? Si gjithë tjerët minon. E shu, sa më pëlqen, si gjithë tjerët minon. Ka lezet. O ima. Po, qaj madhe aman. Jo, Qaj madhe du bepë aman. Shiko, ndoshta në fizike i qik i vogël, po kështu i madh, je me gjithmendje, sepse disa e kja dhe karierën t'i vlla, ke qarqaf, dhe shumë interesant, domethënë, nga ke fillu, ku ke shku, ku ke përfundu dhe gjitha të sukseshme për ajsa ti ke që dhe diku ato. Se, jeta Tirana është që vështirë dhe t'jep shumë formula pune, domethënë, po ti shqyqyrë zotit t'jenë mirë, po një profesion shumë bukur, që unë do t'a ceki qik më mrapa, jam kurios për një 2-3 gjona, po atë që du të rikthej unë edhe për publikun, dhe si tush një informacion pak më i detajum, domethënë nëse njerëzit nuk e kanë gjuar tjetër. Ore, ti ke fillu si aktor, valla. Po. Me teatr, me humore, ke punu me artistë mëdhej të humorit. Si e fillove jera? Si shkoi ajo? Pastaj tak ku dole tjetër vend. Do ta nis që kur, domethënë që nga fillimi që kur dola, domethënë që në 87-ën, kur linda apo Që në 87-ën. Shikoj, qëpse ti thu që në 87-ën, si bi, kur ke fillu dha? Ose më sa? Jo, në 87-ën linda. Dola. Për ne thash do të bëj edhe këtë daljen apo? Jo, lem daljen. Është surprizë dalja e di vetëm ti. Okej. Shumë shkurt, në moshën 4 vjeçare unë kuptoja që pëlqeja shumë artin filmik, skenik, teatret, filmat shqiptar, dhe në moshën 4 vjeçare përpara televizorit
I thoja mamit se babi ishi qik I rënd, ose isha unë aq I vogël sa që të kisha ndrojën nga I mat, I thoja, o ma, qoj televizorin ke Tirana. Tirana ishte RTS-ja, të vëshë. Vetëm ajo ishte në atë kohë. O pse thoshe qa ka? Shiko, kur ato dyja krepat shkojnë ke nënta, sot, ditë më kur ka teatr, po jo mi nën thoshte. O Veselja qoj herë, Veselja, rafën pas baba im, qoj herë ke Tirana, se qoni këshu, qoj, teatr, nata e 12. E luajtur nga trupa teatrit shqiptar. Edhe ja bo mamin, Veselja, qoni. Kuptoni? Të nesërmen. Them, o ma, kur dyja krepat shkojnë kënonte, jo, s'ka teatr sonte. Jo, nuk ka teatr, ka film shqiptar. Ka film gjithë kohët e dishë orare. Do më thënë, orarit edhe ditët. Orarit edhe ditët kështu ka pas jenë programi atëhere I RTS-s, ditë mërkure në orë 9 pa një qerek teatr dhe të hinte film shqiptar. Të hinte në atë natë që unë I them çoje kur dyja krepat shkojnë u dha shkronjave. Por që I shikoja, do më thënë nuk doja të më fliste askush I shikoja kështu se ngopesha, kënaqesha. Edhe më pas me kalimin e kohës vërtet nuk ndihesha që E pëlqej artin. E ndisha nëpërmjet ekranit, por jo vetëm që nuk e harrova, por më përshkallëzua më tepër në veten time. Më pas I thoja mamit, po si t'ja bëjmë të kapim një person të futem tek pjesa e artit. Unë e pëlqej shumë dhe realisht kam qenë duke parë intervistën e të nderit Xhemal Miftiu, Kaçi, aktori I Stratës Tiranës. Shikoj ato dhe I them mamit, po si t'ja bëj që t'jem dhe unë si këto. Si këtu për shembull e thojmë. Po ku di që unë Që aq I vogël. Jo, u rrita me kalimin e kohës, thash, u rrita, nuk e harrova, u përshkallëzu më tepër dëshira për artin. Edhe sa mbarova gjimnazin. Por që ta marrim me radhë. Qena 8 vjeçar unë isha Boy Scout. Boy Scout shpresoj që shumica e shqiptarëve ta kuptojnë. Boy Scout është si pionerët e Enverit, por që me këtë emër. Ne aty në mbrëmje, në kampet verore, në mbrëmje gjithmonë na jepin që neve na jepin një temë dhe ta konvertonim këtë temën në rol. Ishin 3-4 veta, shpërndanim rolet dhe mundoheshim që të përcjellshim një mesazh, po ashtu edhe ose dram ose humor dhe nëpërmjet këtyre zhanreve neve përcjellnim mesazhin. Pastaj në gjimnaz shpërtheva deri diku duke u angazhuar me Rimfestin, me festën që organizonin në gjimnazet e asaj kohe dhe unë gjithmonë pozicionohesha tek pjesa e aktrimit, pantomimit, skeçeve. Dhe sado që isha shumë dinamik gjatë provave, ishte një tritol kur diljen skenë. Ishte një drithërim, kur shikoje sado që ato personat I shikoje çdo ditë në shkollë, I takoje çdo ditë, komunikoje me ta, kur shikoje në skenë isha komplet ndryshe. Gjë tjetër komplet. Më pas mbarova gjimnazin dhe mami më kaloi, foli me një mikeshën e saj, me mikeshën tonë, dhe që gjej rastin ta përshëndesësh Etleva Zekthi, është vajza e Besim Zekthit. Është I parë I ansamblit shqiptar dhe ajo më futi në RTS për teknik audio që nuk kishte lidhje me ato që unë doja, po thash gjithsesi le ta nisin këtu. Paktën jam afër aty ku unë dua, do mundohem ta gjej rrugën. 6 muaj kurs teknik audio, e pashë nuk kalova aty ku doja, një të marr letrën që ma firmosi, vulosi Etleva Zekthi dhe duke shkuar në për televizione duke dorëzuar që nëse mund të filloj punë. Ja. E çoj edhe këtë TV Tirana tani është e TV2 dikur. E presidentit të televizionit të Haxhi Jusufit. Ishte televizioni I fundit dhe shkova komplet pa shpresë. I thash, kam këtë letër këtu. E në Haxhiu. Ando, merre të letrën e në fshi. I fort është Haxhiu. Ato të futesh për ne humor apo aty unë, domethënë unë për ato doja, kisha kaq kohë që unë doja të isha për. Shkrepsën te. Ai ishte, domethënë në momentin e fundit që unë po
po përndonte që është kjo minon, që ka hacker. Po përndonte ajo shpresa ime, aty, me thënë drejtën, Haxhi Sufi më dha mundësin, dhe kjo ishte ajo që më bëri që unë t'isha për herë të parë në ekran. Më pas, shumë aktorë që angazhoheshin tek TV Tirana tek Haxhi Sufi, aktorë të estradës Tiranës me, siç e para përmenda Kaçi, po ashtu pasaj Anton Kroçe, që Indjeri Anton, po ashtu dhe shkodrani tjetër që keni këtu në Durrës, Mondi. Kanë qenë gjithë aty Mondi, Rema, gjithë kanë kaluar. Pasaj Pilson Gjoçaj. Këto u morën goxha me mua. U morën, më mësuan teknikat, batutën se si ta hedh. Thue shumë herë me veten tënde që të kalosh atë pjesën e të qeshur ose të tjera. Unë aty kam ndetur 13 vjet, jo në mënyrë të vazhdueshëm, sepse gjithmonë ato humoret bëheshin në fund vitit. Dhe që po në fund vitit transmetoheshin. Nuk është se e kishin punë bazë. Por edhe diçka simbolike që mund t'jepte Haxhiu, ai na e tha që në fillim e para për jetë. Do tha, unë këtë e bëj për qef. Mirë, edhe prapë gjithësi nuk është se na lën të paqe, diçka të vogël, hajt sa për më thënë. Ndërkohë, duke qenë tek Haxhi Sufi, unë futëm dhe në ansamblin e Vallës Popullore, por privat, ansambli Shqiponja. Dhe edhe ke kërcyll plak. Po, kërceva sa i lujta telat. Me gjimene? Po. Duhet dish diçka që vërtet mund mos kem zë të mirë për muzikë, po kam vesh të fortë. Kam vesh goxha të fortë muzikal. 3 vjet paktën isha aty sa për të mësuar për të kërcyer për veten time. Nuk doja që të bëja karrierë me vallën. Pas 13 vitesh paralelisht me vallën njëkohësisht dhe që të gjeja tashmë një punë, më dha mundësinë që të merja profesionin ose në saktë të vidhja profesionin në fotografimit. Kjo është interesante kjo dhe e kam pyetje këta. Qofse ti ma e zaurove këtë pjesën e aktorit, sepse shumë interesant, ti du 13 vjet e ke gjemu pa fund atë pjesë. Edhe materiale ka pas shumë, sidomos të humore e tjerë, tash Haxhiu bonde. Po. Ka pas prodhuar shumë. Edhe që shumë interesant ishte burime. Ka pen fort. Po. Për humor. Janë sot e kësaj dite i ke në përrjet ato humore gjitha. Tash atë interesante se di dole ke fotografia. Po. Ti dhe e fillove me fotografin, po ke qenë fotografi princ Lekës. Po. Kjo është interesant. Kjo pëlqete. Po sepse shiko, tash aktor. Dole balltar. Domethënë, tash i dalim ke fotograf dhe bukur është që të na shpjegosh pak kjo pjesa e fotografisë, domethënë si dole ato, ose nga tu shpik fotografia. Dhe më e bukur është konkluzioni, sepse çdo punë që ti e ke nis ka pas si konkluzion final. Po. Që është lart gjithmonë. Si aktrimi. E fillove shumë lart, sepse lart shkon ku punon me aktor të mirë valla. Po. Ajo është, si thosh, gjëja kryesore që të thonë. Tashi, Princ Leka. Tani e kem me mu si fotograf apo me princin ndaj? Jo, me princin s'kam gjo, po a gjete valla. Jo. Atëherë u bë se beb një miku im, Ilir Çomani. Po. Ilir Çomani. Ai tha, ande sa dëshironta që të jesh fotograf tek oborri mbretëror. Pyte apo desha apo të shpëtoj? Tha mirë, tha do flas. Okej, ky po se beb u futa me një rrok shumë të vogël, apo sa herë që kishim aktivitete, unë shkoja dhe fotografoja. Pastaj duke bërë foto princit bashkë me Elian në atë kohë. Edhe gjithmonë është ajo që unë po i bëj foto këtij personit, edhe mundohesh që të afrohesh sado pak tek personat, aq më tepër që ai në atë kohë dhe sot, domethënë, është i njohur për publikun.
Nuk ishe nevojshme fare. Absolutisht nuk ishe nevojshme që të thoje sikur të shkoj të takoj princin, ja, vinte vetë ai. Vinte vetë, gjë e gjatë, shumë e gjatë. Për mua shumë i gjatë. Je shumë i gjatë për të gjithë ai. Po për mua akoma dhe më i gjatë se jam i shkurtër vetë. Po. Dhe domethënë gjithë ai njeri i gjatë, nuk po e themi gjatë për ta bullizuar. Jo, gjithë ai njeri i gjatë të vjen edhe përkulet dhe njësoj si një njeri shumë i thjesht. Përshëndetje Andi, si jeni? Si ja kaloni? Mirë, faleminderit për fotot që na keni bërë Andi. Mund të pim një kafe turke në uborin mbretëror. Është interesant, gjithë princat janë gjatë alla. O skupani e princat. Duhet të kenë ushqim specifik princash. A thua? S'ka mundësi. Si shkoj? Aty do më thonë, unë ndjeva shumë i vlerësuar para punës kur më foli prince për herë të parë. Pastaj vazhduan këto aktivitetet, derisa unë kisha gjetur një punë tjetër që nuk më lejonte koha. Dhe sa herë që ai triste, unë e shiko se kam punë nesër. Prapë sa herë që triste kam punë nesër, atëherë Andi më ndihmo, më gjej një fotograf tjetër. Okej, thash më dhe. U shkëputa. Por do të them diçka tani që unë nuk e kam thënë në asnjë vend tjetër. Këtë po e them ekskluzive për ty. Edhe do ta bëj kat, do ta hell reels, do ta hell me chat. Okej, unë do ta them ekskluzive vetëm për ty. Sa lek do më japësh mas intervistës si më? Po ja të jam pazaret që kemi pasaj. E kam atë çantën aty. E ka pa publiku para 2 puntate. Jo, unë çantën nuk pash, po pash ato dollarët sipër që i ke. Ato atje. Ato janë raste emergjencë. Atë është kur ti nxjellje. Atëherë. Këtë po e them për herë të parë këtu tek ti. Nuk e kam thënë në për një intervistë të tjera aq më tepër, në atë kohë kur gëllonte historia e princit që dhunohej nga të afërmit, le të themi. Prap të afërm janë, sepse janë gjyshi amami i vajzës. Kur unë largohem, unë do të çoja një fotograf tjetër. Këtë gjë e gjeta Blerta. Unë me Blertën jam njohur para se ajo të fillonte tek oborri mbretëror. Dhe i them princit që po, të kam gjetur një fotografe. Është vajzë shumë e mirë. Unë për atë vajzë dhe dorë në zjarr, sa me vërtet që Blerta ishte dhe është shumë njëri me këmbë në tokë. Shumë e sjellshme, shumë e komunikueshme, përveç bukurisë, qëndrimit, domethënë qëndrimi, them që ka një qëndrim shumë të rregullt. Sikur ajo gjatë gjithë kohës, i punon truri që të qëndrojë aq bukur. Jo, ajo truri asaj i punon për të fotografuar. Për punë. Po. E ka natyrale. Dhe u bë vite që Blerta punonte aty. Punonte dhe në kohën kur kishte krisje në tani këtu mendoj unë, ose më saktë duke e njohur Blertën dhe princin, duke e njohur Blertën që Blerta nuk është nga ato që mund të përdori le të themi budalliqe për të ndarë një familje. As nuk e kam çuar ndonjëherë në mendje, duke e parë që kjo familje krijoi krisje, mos e themi pas lindjes së trashëgimtares, vajzës së princit. Pasi plasen lajme që do divorcohen, u bë publike divorci këtyre, atëherë Blerta për ta motivuar ose duke e parë princin si asnjëherë tjetër, duke i dhënë kurajo. Por kjo kurajo për princin ishte shumë domethënëse. Dhe aq më tepër në një moment dobësie, siç është ai moment që nuk ke këtë tjetër se kush të mbështesi. Dhe duke pasur dhe dhunë të vazhdueshme, ose le të themi mund të ketë pasur dhunë të vazhdueshme, pas asaj dhunës që u bë publike, princi nxorri telefonin, që do të thotë se ai e priste një dhunë të këtillë. Po e bëi gati telefonin se në ato të rrafme, me atë shtatorin e drurit,
me ullërimat e një femre, nuk ke kohë të mendosh, e jo më tani të veprosh të nxjerrësh telefonin, fal mos gjuaj sekond sa ta çoj çike aplikacioni kamërës dhe jemi gati, po rek. Më gjuaj. Pra, nuk del koha. Që kështu ai duhet të ketë pasur vunë të vazhdueshme dhe është bërë gati për action. Ndaj them që Blerta unë nis si një person ngushëllues të situatës dhe sot është në krahun e djathtë edhe të majtë, ku doj princi, s'ka problem. Por që e kuptoj që princi është i lumtur me të. Është i lumtur me të. Edhe shoh lumturinë tek princi si asnjëherë tjetër. A janë bashkë tash? Ç'kuptim? Me Blertën? Po. Po më. Ç'a thua? Se këtë se di, unë s'te kam dek. Kam dek vetëm atë sherin atë ishte interesant. Blerta ose princi së bashku me Blertën presin një trashëgimtar tjetër. O, të keqe. O, shiko, mirë. Këtu na bune për cigare. Po, pje. E të ne gjeti një. Nizë ato të mija, se ti ke me dredhme. Okej, sa të hollë ke, inshallah. E di pse u bën për cigare, kjo mendoj unë, ky është tipik fakti asaj shprehjes, domethënë kur thonë ata të vjetrit ke le me këmish. Të ka piketu Zoti dhe të ka çu fiks në drejtimin që do marrësh. Edhe Blerta është tipike. Po. Tipike. Pra, nga një fotografe e thjesht. Ka qenë startja, burë, si tu që ka shkujt Zoti rrugën. Edhe Mu po ka qefi. do dish diçka që Blerta nuk ka ndryshuar gramin. Më vë shumë në siklet që sa herë që flas me Blertën, më thotë Andi ti je iniciatori. Po mi tani mos pa thuj më, okay. Vazhdo jetën tatë, se nuk më pëlqen tani që të duket tani sikur gjatë gjithë kohës e ka për detyrë morale që të më falenderoj, po dikush do bëhet sebeb. Për çdo gjë bëhet dikush. Ashtu. Që kështu nuk do të thotë që gjatë gjithë kohës neve të duhet ta falenderojmë edhe ja. Absolutisht. Pastaj Shumë mirë, më bëhet qefi, më bëhet. Okej, isha iniciatori, po nuk është se unë nisa për këtë gjë. Po nuk shti një fallë, se kjo gjë e madhe. Që kështu ishte Mu atëherë kur e pas si lajm faktikisht, ka janë vite për të qesh, ka janë thosha ore, princi. Tashi, se princat kanë një rregull vëlla në jetën e vet. Ky ka dalë pak, është bo pak më princ trendi. po. Tashi kur bësh pak princ trendi, do ecësh pak edhe majtas djathtas, kupton? po. Edhe detyrimisht pas po të ecësh majtas djathtas do merresh me popullin, që princat zakonisht nuk janë marrë me popullin. Jo, normal. Populli këto probleme ka. Normal. Po tash që thoshin këta e ka rraf princi. Duke patë lloj kaligrafie princi. Pra, është rrahur. Po këtë e besoj që i përqinur. Po që kishte god se lajmet ishin që kishte god, domethënë kishte ushtruar dhunë edhe princi. Okej. Si lajme, se lajmet tonë ati disi. Dhe kur shikosh e princin, edhe shifshat lajmin, vite me qesh ka herë. Edhe me qa. Po, tash tash me të ra ky, tash ku se di nga si mund të bi ky. Po të ra ky qesh me fare. Se nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sinqerisht nuk është as i dhunshëm, nuk është as. Ato vjen në siklet me mirësjelljen e tij, me thënë drejtën. Princi? Po, madje. Vjen princi tek një muze, takohen aty me princin, ishte së bashku me Elian. Tani u Elian fal do e them sepse e kam kapur këtë gjë, mbase ke menduar se unë se kam kapur, jam shumë detajist. Domethënë mu më shikon edhe pjesa anësore e syve. Princi. O, Andi, përshëndetje, Andi, si jeni mirë nga shtëpia mirë? Edhe Elian e kishte në krahun e majtë atë djathtë, nuk e maj me mirë, në krahun e majtë. Të lutem, kur të doni ju me familjen tuaj, ejeni në oborin për të rrotë të pim një kafe turke. Ndërkohë nga krahu tjetër Elia e kap tek palto dhe ja bën, po shomër der, po shë. A me gjimera shumë? Pasha thotë. Dhe e kalova këtë gjë duke parë instalacionin artistik tu, sepse unë ndjeva shumë keq për t'i thënë dhe princit që mos e bën siklet, unë s'ka pa gjë, hajtë se ta numëroj më mrapa.
Ua, Erdhi dita që po ja numëroj, jo princi, po Elias. Dhe unë që aty kam kuptuar që ato nuk kishin kimi. E para, dhe e dyta, Elia bënte ligjin. Të paktën këtu më dha këtë përshtypje. Tjetra pasaj që më ka bërë përshtypje o vlla im është se sa e ke listën e përshtypjeve vlla? kam. Ke? Mund t'i themi ca, se janë gjitha lajmë to. E di, dhe unë për mikun tim po i jap të. Kishim ditë një përvjetor, për ta thithë herë. Përvjetor të gjyshit dhe të gjyshes së princit. Dhe unë isha i parë, korrekt, në oborën mbretëror, me zogun me vete, zogu është aparati. Edhe ishte i personi aty ke dera e hekurt. Në mëngjesi i thash, kemi sot një përvjetor, prit pyes tha. Hajde futu deri këtu, pas derës, okej. Duke prit aty, tha prit pyes. U fut atje, pa që doli kush, erdhi prapë ke unë, ky personi i portës. Dhe vetëm kur të del, yll ka muju nga oborri mbretëror, me plokët e çrregullt, me rroba të shampër, me rroba gjumi, jo rroba të shampër. Rroba gjumi, e më e fortë kur i ka thonë ky personi ta themi eroja. O mret nesh, a kemi aktivitet sot? Thonë mret nesh, thash këto pas kanë zaptu gjithë oborrin mbretëror, shpresoj mos të hapen më gjërë që në pushton. E fort. Ua, kur i ka thonë mret nesh, nuk e di, me thonë drejt nuk. Tani, faktikisht ajo është, nuk e di, mret nesh mund quhet, po t'ishte joma e princit. Po vjerra? Po jo, në shpirt, jo, mret nesh, nuk e di. Pse se di që vjera është gjithmonë mret nesh vlla. Ke vjerë? Ka. Mret nesh është? Jo, është. Ja, është. Okej, tjetrat? Jo, se nuk se thërras ashtu, se nuk e ka. Shiko, duhet kesh atë dialektin ta thërrash ashtu. Si ishte dhe si e thëristej? Mret nesh. Si ishte nuk? Mret nesh. Ja, po se kap do. Se kap do. Ja, se kap. Shumë lartë. Ja, se kap do. Nuk e kap do. Kështu që paret është çik stil ajo se gjithë ja kupton. Nuk mund të është mbretëreshe. Mbretëreshe ose lart madhëri. Ja, po se shqip nuk e bën. Ja. Dhe ndaj them që sot princi po jeton ditët më të mira, më të bukura të tij. O, shiqyja pas ka bo zoti rist pak. Po, për këtë gjë unë jam i kënaqur, jam i lumtur. Nuk besoj ndonjë gjë pas lindjes së trashëgimtarit, siç ndodhi me parën, nuk e mendoj këtë gjë. Kam besim ke blerë. Unë pse thash në fillim, ti e ke fillu dhe ke po ca si bima bur, ke po ca lëvizje apo gjithë karriera jote thash u është qarqaf. Tash ishim ke aktori, dolën të ke një çfarë them unë, kjo story më vetë, kjo është film vetë, më kupton? Kështu që ta di publiku që nuk je thjesht ti që shikojnë aty në Instagram apo me lajmet e me këto. Të dinë ata kush jam unë. Shiko mbasi të emisioni më duket të fillojnë telefonatat. Jo, se ti 3 gjone the ke unë. Po. Ke lanë ca tjera siç e thesh parë, që janë për 3 vend tjetër. Atëherë ta pik telefonin. Kapsi. Jo, tash ja psimi me direkte tash, po kur dali emisioni. E fort. Po më nga kjo gazetaris si u futa? Po. Se është e bukur që ti bë gazetari investigative. Edhe ta bësh në Shqipëri. Është shumë interesant. Është tamam interesante e rrezikshme njëkohësisht. Prit pa dalë të ke marrë një job. Unë? Jo, më shikon në sy të shikoj dhe në sy. Jo, më shikon në sy dhe të shikoj në sy me plot bindje, jo. E thash për gallatë. Jo, okay, tani se gallata ka një part vërtetë kështu po. Jo, e thash për gallatë se nuk. Ty të besojnë, po as besojnë këto. Jo, po ato shiko, ato ne kemi thënë shpesh, por ne i bëjmë muhabetet, tu flasim, themi, edhe i themi zakonisht futu kërmoni burr. Shikoni se ka të vërteta, ka jo të vërteta, kjo parasysh
të mësohen që të fillojnë të gërmojnë, mos t'i marrin gjonat shablon. Se po e more shablon pasaj, bëhesh viral kod. Tamam. Kështu që si u fute kësaj dalla. Po, në 2018 një shoku im, Ani Hoti, ai edhe sot e kësaj dite vazhdon të jetë valltar, më thotë Andi, thotë janë hap audicione tek Top Channel për gazetar, moderator. Hajde tash po e provoj një herë tash. Tani faktikisht në disa role tek TV Tirana e kam luajtur si gazetar, më kupton? Mi bashkë janë ato. Aty, pra pjesë e fushës, artit, gëshetohen. Dhe konkurova, kalova fazën e parë, kalova në gjysmën finale, u kalu dhe kjo, arrita deri në finale, nga 500 veta që konkuruan, fitum 8 veta. Nga 508. Nga 508. Dhe unë kalova tek pjesa e me këtë paktën konkurova në pjesën e Vox Popave, që ngacmoja shumë këto intervistuesit të rrugës. Më jep temën dhe e di unë se si e bëj pasaj. Që atëherë kam qenë në këtë. Mirë, kjo lidhet shumë edhe me profesion aktorit. Po, patjetër, sepse duhet hedhësh batutën dhe mos qeshësh vetë. Ndërkohë të marrësh përshtatesh me njerëzit. Pastaj më pozicionuan tek Fix fare. Po, Fixi. Nuk është se ndeta shumë, diku ke 3-4 muaj. Nuk është se u futa investigimit aty. Por gjithsesi kjo ishte një hap i parë. Me kalimin e kohës, më merr një shoku im në telefon, Ando tha do hap një emision investigativ, ai më mori, ta mësoi unë se si bëhet. Ai më dha indicet e para. Pa çka se nuk u realizua si emision, sepse pati probleme ai televizion, gjë që unë nuk duhet ta përmend. Pastaj më kanë ardhur oferta të tjera. Ndërsa ke jo gjëja kam aplikuar vet. Aty ke jo gjëja pata atë kolpon, kur them kolpo në atë kurin që mbien një kur, një plak mermeri këtu në ditën e parë të protestës së Klodian Rashës dhe unë bie pandjenja. Dhe aty që u bë e madhe të nesërme në reaguan edhe mediat ndërkombëtare. Dhe pra duhet një bau që të bëhesh më i zëshëm. Pra, le ta quajmë guri i suksesit ai? Fatkeqësisht? Ashtu i vivo. Dhe pastaj oferta tjera më erdhin nga Piranjat, më pas nga Syri, dhe sot jam tek News 24 emisioni Takpak. Gazetar investigativ. Më pëlqen shumë investigimi, është i lodhshëm, do shumë durim, ka pjesën e bukur, ka dhe atë stresin e vet, por që është i rrezikshëm, ka pjesë rrezikshmërie patjetër, sepse ne akoma nuk sot të vret ai po ja hoqe bukun nga dora, pa çka se ai ato bukun e ka fituar, për shembull e ka fituar me pislik. Pa ai se kupton që ai pa ha nga taksat tona. Drejt. Po ai e përvetson dhe i duket sikur çdo gjë është e tij dhe kur investigoj. Sistemi është i keq. Si? Sistemi është i keq. Jo, vlla, jo, ashtu duket ti. A thu? Pa. Ashtu duket, futi ca ngjyra, mos e shih vetëm bardhëzisë ka. Ka dhe kolore? Po. Çka ka të pak? Ka grim? Ka grim më të hapur? Po, grim më të hapur, vetëm ngjyra të ftohta. Vazhdon sistemi që tjetë daltonik. Jam shumë kurioze, valla. Tash që të bësh investigime është stres, siç e the edhe vetë. Po. Sa e vështirë është dalësh në rregull nga çdo kështu investigim, valla, të kesh kry punë pa e kthy kokën mbrapa. Pa e kthy kokën mbrapa si? Të më dhe mos flesh me hije, por. Duhet shumë punë, sepse duhet të jesh paralelisht dhe me ligjin. Ku mos të kapi ligji në asnjë formë, në asnjë mënyrë. Pra çdo gjë ta bësh konform ligjit. Çdo fjalë që thua duhet kesh kujdes në stand-up, kur ballafaqohesh me kundërshtarin, le të themi, duhet të jesh shumë i saktë për çdo fjalë, për çdo pyetje.
Patjetër që duhet ta provokosh derisa ai të nxjerrë ato që ti do. Ajo që duhet, jo ajo që duam personalisht, po ajo që duhet. Dhe në këtë rast është ai që ka frikë jo andin, po ka frikë kamerën dhe emisionet. Të paktën deri tani u bë gati një vit ky emision dhe zot shqyr prap më shikon sy. Zot shqyr deri tani nuk janë shitur ende. Edhe nuk besoj se do shiten, për aq kohë sa më kanë thënë që nuk shiten, sepse kemi transmetuar gjëra që nuk kanë transmetuar emisionet të tjera investigative. I kemi transmetuar ne. Po mirë, shiko. Ti kryen një investigim. Po. Duhet të jesh shumë i përpikt. Domethënë, ti ruhesh mos të vi kolpo nga ligji, edhe jo nga ai që investigon. Domethënë, Nga të gjithë. vjen edhe nga shteti të kapin, Po, patjetër. për të godit. Po patjetër se tani ai personi përderisa e ka shkel ligjin me dy këmbë, i kanë dhënë leje. E ka i shokat e sim. Po. I kanë dhënë leje. Dhe nëse ti i plotëson të gjitha hallkat, të gjitha etapat, nuk ka se ku të ka. Edhe ligjin nuk ka se çfarë punë. Ai nuk mund ta shpiki ligjin vetëm për këtë rast dhe ta zhboj prap ligjin. Jo, sepse bien ndesh, dallohet, bëhet. Që kështu Pas ke nerva e krya plak. nerva derë. Pa qka se unë derë nuk e haj alkoholin se pi. Shiko, mu më pëlqen të emision, unë i ndjek zakonisht këto investigative, i ndjek në darket, më shumë për të pa hallet e njerëzve, por se janë shumë interesant. Edhe bukur është që zillen hallet për 24 orë, kur të vini juve. Tregohet i gjithë sistemi ordiner që ne kemi, të majnë 4-5 vjetë dhe zillin për 24 orë, për 2 orë, për 3 orë problemi. I ndjek shpesh edhe këto emisionet realisht ne na duhen, se funja fare ju nuk e se i zillni të gjithë probleme gjithë Shqipërisë. Po të paktën aq sa zillen është mirë, se sa pa hiç fare. Tamam. Sa pa hiç. Mund bëhet qefi shumë për zotin, po. Ta them prap, nerva e ekri kja plak. Duhet, se kjo punë të njerëz specifik, nuk mund ta bëj dot kushdo. Jo, normal. Unë nuk e dija se do pozicionohesha tek pjesa investigative, më tepër kam qenë tek pjesa e gazetarisë humoristike, pra tek Vox Popet që të ngacmoja intervistuesit e rastësishëm, qytetarët, dhe të nxirrja perla siç kam pas nxjerr tek Joqoja, tek Gjadat, dhe por ja që nuk më rrihet dhe atëherë, këta shpjegoj. Më pëlqen gjithmonë që t'jem i drejtë. Më grit padrejtësia. Na grit zillëve. Po, varet se kush e ngre zërin. Dhe shumë veta kur më takojnë, që unë nuk i njoh, më thonë të ndjek nga Facebooku, nga Instagrami, dhe më pëlqen puna e madhe që ti bën individuale. Pastaj puna tek Takfaku apo dhe në për televizione tjera apo programe tjera, përgëzimet i kam marrë në komente. Përderisa ai vjen tek mua dhe thotë shiko se kam një hall, do thotë që ai e ka vlerësuar punën time deri tani. Ka besim. Po. Kjo është e rëndësishme. Dhe po, është shumë e rëndësishme. Dhe kjo më bën që unë të punoj më fort. Por që unë du t'i bi të padrejtëve, po do t'i që duke rënë të padrejtëve njëkohësisht i kërën dhe sistemit. Nuk do jam unë që do e rregulloj sistemin më parë. Ja, thjesht e gërvistësh. Pak. Po gërviste nga pak, vjen një moment që bëhet i grop. Aq është mundësia, më shumë zbodët. Aq është mundësia, aq na lejnë, sepse ndryshe pastaj vjen qeveriu, edhe ta hanë të gjallë. Si ariu. Ashtu. Se kështu e që qeveriu kështu e ka. Më dhe në flen ato 8-9 muj, po kur qohet pra e sa qohet pasaj. Po. I jep Ti u rritur, qohet qatë. Me skavator qohet. E galat. Atëherë, të bëj një ndarje. Pse nuk unë vazhdova pjesën e aktrimit ose të humorit dhe sot jam gazetar. Burrash, të thënë të vërtetën e hidhur është se aktorët sot këtu tek ne nuk kanë shumë terene. Nuk kemi një si dikur kinostudia. Nuk kemi një
një fabrik filmi, që prodhon vetëm filma, jo. Terren, po, ka gazeteria, tani sa vjen edhe ka dhe më shumë, sepse shumë kanë hikur, në po them që ka nga ato që kanë hequr dorë, ka dhe nga ato që kanë emigruar jashtë. Ka hapësirë. Po ka lajmë, burr, ka lajmë çdo ditë, po pati burim pune, po pati... Këtu lajmë është çdo gjë. Ndërsa në Angli, të paktën me që më thot një shoku im me disi është ai jeton në një lagje getoja. Aty çdo ditë 2 deri në 3 nga këto getot vritën. Vjen ambulanca, pa viu, fare, qetësia të ku kaloi thot, s'na ke pa, ik thot, s'na ke pa, nuk kemi neve. Marrin pak e to dhe dy më pak. Edhe i them, pse ndodh kjo? Jo, qytetari nuk duhet të mërzitet dhe të lodhet nga këto lajme që nesër kur të shkoj në punë, të shkoj qetë. Po. Ndërsa këtu, vodhe ky, u vodh kjo, u fut me forcë. Që edhe në punë këto muhabete bojnë, vetë se bëjë muhabet pune. Pra, e kupto sa mrapa ose ona që jemi në... Jemi të nërsti shumë brapa. Kontra bedal komplet. Ashtë. Që kështu, sa të kemi këtë lloj sistemi të lajmeve, edhe neve nuk ngelemi pa punë. Pe drejt. E drejt ke thonë fjalë të madhe. Kjo është, nuk e di, pyetje tjetër çfarë të kesh e zbërthejmë. Qa të sermonitet qita ti. Ojma, tashi, na të regon qofse, je që në qofse, po mund kesh si një projekt të rini, diçka tillë. Se jemi afër fundit, pra përsi sa u bo më leo. U bo mja 20 minuta që si ikën muhabete, pa e kuptu fare, çak për qef tu, me princin me këte, ma te u dësha me të gasmu ke princi prap tash, gjemi dalavere, po, le me aqeli, pëse duhet për një emision tjetër. Po. Qa pohet për një projekt të ri? Po. Kujta ke vonë si ju? Po. Jo. Si jo s'do na tregosh jo. Ashtë. A e kuptu? Po, pastaj jo. Do më thëmë, nëse ke ndërmend të bësh nëse ke ndërmend ose nëse ke plan diçka, është mirë mos t'i lesh kohë të tjerëve t'i lesh kohë për të krijuar terren për të penguar. Çdo kush e ka një plan, ose më saktë një ide, po jo plan. Sepse do dish diçka kur njeriu bën plan, Zoti qesh më të madhe. Po, tamam. Që kështu një ide. E kam një ide. Ndërsa planin tim pastaj e kam dorë vetëm krijuesi. Kështu që nuk ka për të regu gjë ta keni parasysh, por ne gjë e bukur pritet, edhe se vetëm gjëra e bukura ka. Është i ma. O të keqe, mund bëhet qefi për Zotit. Do të ftoj prap i di tjetër, po që do flasim për temat aktuale. Po tjetër. Sepse sot unë kisha qef, domethënë ta shikojmë Andin për atë që ropë se kanë pa. Edhe sot besoj kanë pa një kornizë shumë të bukur, të thellë, të përgjithshme, që të krijë një ide domethënë se realisht kush je vlla. Sepse një pjesë të mban mend ke TV Tirana, një domethënë fëmijë të rriten. Sot edhe nuk të njohin Allah. Po. Është gallat e madhe. Është vërtet madje disi më thon rrugës? Po. Fol edhe herë më thon, fol. Po. Për Zotin ti që ai si del kit televizori. Kështu që lam një kornizë të bukur që njerëzit të ftyllohen fiks domethënë kush je dhe çfarë realisht ti ke bërë, se janë gjitha gjurmë ato. Tamam. Kudo ti shikosh aty janë sistem, janë YouTube, janë kudo, është material pa fund, nuk është pak. Tamam. Dhe ai që ti je sot. Tashi, ai që ti je sot si temë shumë temë interesante. Që do jetë emision specifik edhe mu kap me temat aktuale. Patjetër. Kështu që kur ti të kesh kohë një ditë tjetër për qefin tatë, që do vish. Pa erdhi vera tjetër. Erdhi vera jep punjavave këtu. Tu jam, nuk e trahtoj Durrësin. Jo, me vërtet Durrësin e dushëm. Është veni mirë. Më pëlqen. Vendi. Po pak fare njerëzit, edhe
Sa për të thënë atë që është e vërtetë, se e kam këtu, ti këtu e kam. Dursakët janë më arsimdashës se sa Tirancit. Tirancit tani. Tirancit nuk ka më, po sepse gjithë Shqipëria është në Tiranë, po Durrësi mahet. Durrësi nuk e di, jam i kënaqur. Apo s'ka më afër edhe Shijakun, sepse në Shijak jam vondur unë. Që ky harroj me pyet që a je i martuma, a ke fëmijë, s'ke fëmijë. Jo, su futa ke pjesë tash se Si dush. shiko, po u fut aty nga s'me bërë gjëna tjera. Mi thash ta lëm. Okay. Po, që këtë që dhe vetë ka Shijaku, kjo është lajm. Po. Të Shijaksit janë di. Jo, vallahi i du fort Shijaksit. Pa shat modhin zoti. Ka lezet shpirti për Shijak. Nuk e di, janë njerëz, nuk e di. Janë tipa të veçantë. Po. Unë i du shumë, edhe për atë që bëjnë, edhe për atë që kanë arrit, halal i qoftë. Nuk është shumë, nuk për Shijaksit kam debulesë. Burrash. Gjithmonë e kam pas. Janë të veçantë. Kështu Po të keqen, kështu pra. Të falenderoj shumë që ishim bashkë sot. Gjithashtu dhe unë falenderoj që... Them se kalum bukur. Po. Ishte e veçantë. Po, herës tjetër ne i pjat me Po, li bëjmë gati ne. qinj, ne i... Që dush ti, se ti dhe mishderi nuk kaj. Po, dhe jo. Ke qingjet, e di qa pjesë duan? Cinta. Pjesë në bëthës. Se nuk e di ti pjesë në bishti, si ke pulja dhe ke qingje është pjesa më e shishme. Mund të qeshësh, po nuk e ke dën qashia ka. Se aty është pjesa e tulles, aty ka vetëm tulle. Vetëm tulle. Edhe këtu pastaj kam kuptu unë pse i thon njonës, ore, zbukuro sa dush, kamera do të shohin. Po, fikse. Tu e kam kuptuar, e kam nisë nga qingji pulja, edhe... Mjë me batut të madhe. Falenderoj shumë, sinqerisht. Gjithashtu edhe unë, gjithashtu falenderit. Radhës tjetër do bëjmë spektakël. Pa tjetër. Ti bëjmë, si tush, ti bëjmë njerëzit me fol me vete. Pa tjetër. Pa tjetër. Përgatitesh fort, po do themi gjona, se unë me kam pa frenova, këtu thuen gjitha. Këtu s'thot njeri mos të gjo. Jo, okay, dakord, Të t'japësh gaz? Jo, të jap gaz, po si nuk thuhet gjë. Mos thuaj që si arrim deri ke ku. Jo, këtu thuen gjitha. Okay. Stashun, këtu ne jemi të qilë. No, okay, dakord. Pip një gotë, qa dush ti, dhe shtrojmë i qik edhe, pas dhe bëjmë inventar në javës. Nga haja ke zheja. Of, pa tjere. Po, një qik ka që thushe, edhe. Okay. Falenderoj shumë keqe. Que la playa está de baile, otra que no pare. Dale duro hasta que salga al aire. Ky ishte edhe emisioni për sot. Shpresoj se jeni knaq, ishim gjona shumë interesante. Kalum bukur dhe ju përshëndes dhe takojmë puntatën tjetër. Ju du fort. Ciao dhe mos e vëjsi me për asnjë gjë, vetëm chill. Dale, Que la playa está